Tani do t'ju tregoj për misterin e një vendi ku njerëzit jetojnë më gjatë në gjithë botën, pra në gjithë globin. Ky është fshati që jetohet më gjatë. Shkenca ka shumë aludime, por ende sot nuk kuptohet se përse jetojnë më gjatë dhe si është e mundur që gjenet e tyre kanë psuar këtë mutacion. Kisha bërë një video, pra videon e mëparshme, dhe disa nuk e kuptuan, pra se si njeriu me anë të një diete të caktuar ose mënyrën e jetesës të caktuar mund të jetojnë më gjatë. Disa nuk e kuptojnë, disa vendosin në mes Zotin e të tjera akoma me frazat të ndryshme. Dhe doja që të nënvizoja që unë jam i bindur që njeriu i ka dhënë Zoti që të jetojë deri në 120 vjet, pra konstruksioni i trupit, por ç'është e vërteta, ka njerëz që jetojnë më pak dhe njerëz që jetojnë më shumë. Dhe unë jam i bindur që është mënyra e jetesës dhe të ushqyrit. Dhe tani do t'ju tregoj disa sekrete të këtij fshati që pse jetohet më gjatë sipas mendimit tim, dhe doja që ta diskutonim së bashku. Vendi ose fshati quhet Ogimi dhe gjendet në një ishull të Okinawas. Pse ishujt e Okinawas gjenden në Japoni dhe janë pothuajse disa ishuj, dhe brenda këtyre ishujve gjendet një vend i vogël, siç thash, që quhet Ogimi. Dhe askush nuk e kupton se përse në këtë fshat të vogël, që nuk janë më shumë se 3000 banor, pothuajse pjesa dërmuese janë duke filluar nga 80 deri në 100 e ca vjeç. Dhe në përqindje është përqindja më e madhe, ka fituar edhe Guinness World Record, është përqindja më e madhe në botë e njerëzve që jetojnë më gjatë. Dhe unë do t'ju them 3 pika të rëndësishme që pse ky popull jeton më gjatë. Sipas parimeve të mia, mendimi im, këtu jemi për të diskutuar, nuk kam grada, nuk jam shkencëtar, nuk jam biolog, nuk jam fizikant dhe nuk jam mjek. Por në këto diskutime të përbashkëta dua të kuptoj, kështu që unë mësoj nga ju mësoni nga unë. Kanë gjën e parë, ata flasin për gjën e parë që është e rëndësishme dhe quhet Hara Hakibu. Hara Hakibu është një mënyrë e të ushqyerit, sipas mendimit të tyre, që duhet të respektuar. Hara Hakibu, pra mënyra e të respektuarit të se si han ata, thonë pleqtë e moçëm që atëherë dhe vazhdojnë që ta praktikojnë këtë, ndaj dhe kanë modifikuar gjenet, ata han kryesisht perime, fruta, alga e tjerë dhe peshk. Dhe një lloj patate që është kryesisht ushqen me këtë niseshte, si mund të quhet. Dhe kjo është pika 1, por ata kanë dhe pikën 2, që është akoma më e rëndësishme, dhe është Okigai. Okigai është sensi i jetës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që njeriu duhet të ketë një sens në jetë. Pra ti duhet të mendosh, jo të rrish pa menduar, me çfarë kuptimi? Të komunikosh me miqt dhe shokët në bashkësi të gjithë së bashku, dhe interaksioni bën që ti të japësh një sens dhe të japësh kontributin tënd. Pra Okigai është tepër e rëndësishme për të gjithë japonezët, pra për pleqtë e moshëm dhe për të gjithë popullin japonez, por kryesisht për këtë fshatin e vogël këtu, sepse praktikojnë ndër vite. Bile, ata bëjnë edhe një mënyrë tjetër, është mënyra e aktivizimit të trupit, pra të trupit dhe të mendjes, dhe ata duke u ngritur në mëngjes, për shembull, i japin një sens jetës së tyre. Për shembull, kush është? Gjëja e parë është gjimnastika. Dhe ndonse dikujt nga ju, për shembull, mund t'i duket banalitet, është tepër e rëndësishme për ta. Pra ata bëjnë gjimnastikën në mëngjes dhe pastaj thonë bëjnë një kalendar se si do të komunikojnë mes njëri tjetrit. Secili ka punën e tij, do t'japi diçka tjetrit dhe tjetri do t'japi diçka këtij dhe bëhet në bashkësi. Pra secili bëhet në bashkësi. Duhet të dini që aty është një vend, pra Ogimi është një nga fshatrat që nuk ka patur asnjë aksident të rënd mes njerëzve. Ka vite që nuk ndodh, sepse janë shumë të qetë si njerëz. Dhe po thoshja që komunikimi mes tyre është tepër i rëndësishëm. Dhe tjetra është aktiviteti fizik. Pra jo aktivitet fizik i rënd, jo, por i ngadalt. Por
i përhershëm, pra nga mëngjesi deri në darkë dhe pastaj çdo ditë e njëjta gjë. Jo që ti, për shembull, njëri mund të ketë para dhe pastaj meqense ka para, rri i qetë, bëhet i shëndosh, ha çfarë ti do qejfi etj etj. Jo, ata bëjnë aktivitete fizike, gjimnastik etj etj, punojnë për ara apo shkojnë në det që të marrin alga etj etj, çdo gjë me qetësi. Pra aktiviteti fizik, mënyra e komunikimit dhe të gjitha këto së bashku bëjnë atë që quhet sensi i jetës, pra ai okigai që këta thonë. Dhe hara hakibu, që ata mënyra e të ushqyerit që ata pretendojnë që është kryesorja, është pikërisht pra kjo mënyrë që të hanë deri sa të arri mosha 80. Pastaj, pas moshës 80 vjeç, ata nuk kanë më. Është tepër e çuditshme, pas moshës 80 hanë vetëm gjëra shumë të vogla ose ndonjëherë alga. Shumë prej tyre ndalojnë së ngrëni. Sepse, sipas praktikave të këtyre, pra të këtij populli këtu, njeriu nuk duhet haj sepse nuk mundet që ta konsumojë trupi. Dhe kjo gjë krijon probleme në trup. Unë mbaj mend për shembull një grua të moshuar që vdiq 98 vjeçe, e kam njohur personalisht sepse kishte të bënte në familje, që nga mosha 80-81 vjeç që nuk e di nga e dinte, nuk hante më. Pinte ujë ose në një lëng frutash dhe hante një moll në ditë, asgjë tjetër, në drekë hante zakonisht. Dhe më ka bërë shumë përshtypje. Dhe, siç ju thash, vdiq në atë moshë dhe donte që t'ikte e qetë. Në fakt, pas 3-4 ditëve, siç ushtri në krevat, iku. Tani, ka fituar ky fshat, pra që ju thash, ky Ogimi, ka fituar si Guinness World, sepse është i vetmi, ose i pari vend në botë që ka më shumë njerëz që jetojnë më gjatë. Thash me 3000 banor dhe ka shumë që jetojnë, pra ka shumë pleq. Ndaj doja që t'ju pyesja juve tani. Ju, çfarë mendimi keni? A mundet që t'jetë pikërisht mënyra e të jetuarit, mënyra e të ushqyerit, aktivitetet fizike, apo mënyra dhe ajri në këtë zonë, pra në Ogimi të këtij vendi të çuditshëm, mundet të jenë të gjithë këta faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm për jetëgjatësinë e këtij vendi, pra të këtij populli. Ju çfarë mendimi keni? Apo ju mendoni që është një mutacion gjenetik? Në qoftë se është një mutacion gjenetik, nga erdhi ky mutacion? Pra si u zhvillua mutacioni? Pikërisht pra, në qoftë se është zhvilluar një mutacion, është zhvilluar nga mënyra e të jetuarit, nga mënyra e të ushqyerit dhe nga aktivitetet fizike. Kështu që rikthehemi prapë në bisedën e mëparshme. Megjithatë, dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni, kalofshi bukur dhe natën e mirë.